Bismillah, elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salata dhe selama i dërgojmë. Nderuar vëllezër, në ligjëratën e kaluar kemi filluar të flasim rreth shkatërruesit më të madh të veprave tona të mira, e që është shirku. Ku kemi thënë se Allahu i Madhreshëm thot për shirkun: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Vërtet Allahu asnjëherë nuk e fal shirkun, në qoftë se personi vdes pa penduar prej tij, dhe pas shirkut Allahu i fal të gjitha mëkatet. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyet se eju dhanbi adham, cili është mëkati më i madh, është përgjigjur duke thënë: an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ti bësh Allahut rival, ti bësh Allahut shok, ta bësh dikant të barabartë me Allahun ndërsa Allahu të ka krijuar. Pra, në ligjëratën e kaluar kemi folur rreth shirkut në përgjithësi, ndërsa sot inshallah do të flasim rreth shirkut të vogël në veçantë. Nga se siç e dim, shirku ndahet në dy lloje, ndahet në shirk të madh dhe shirk të vogël. E sot do të flasim për shirkun e vogël. Çka është shirku i vogël? Po i marrim vetëm dy definicione të shkurtra, sa për ta bërë të qartë shirkun e vogël, e pastaj me shembuj inshallah do ta bëjmë edhe më të qartë. Shirku i vogël është çdo mjet që të çon në shirk të madh konsiderohet shirku i vogël. Ose të ndryshe, e marrim definicionin e dytë, të bësh sebeb diçka çka nuk është në realitet sebeb, konsiderohet shirk i vogël. E çysh me ditë na se një gjë është sebeb apo nuk është sebeb? Me anë të tri mënyra, po e marrim kushtimisht, pa i hinë detaje. Në qoftë se Kurani e ka konsideruar diçka sebeb, atëherë kemi drejt mu bazon ta. Për shembull, Kurani mjaltën e ka quajtur shërim në Kur'an. Që do të thotë, kemi të drejtë ta marrim mjaltën si sebeb për të shëruar. Në qoftë se dikush e përdor mjaltën si sebeb për të shëruar, është e lejuar dhe e drejtë. Hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasallam na ka treguar që Kurani mund të përdoret si sebeb për shërim. Pra në qoftë se dikush bën rokje për të shëruar, edhe kjo është e lejuar. Dhe treta, në qoftë se diçka nga përvoja arrihet, nga përvoja e njerëzve kompetent, arrihet se është shkak për diçka, për të arritur një rezultat i caktuar, atëherë kemi drejt të bazohemi edhe në këtë. Për shembull, mjekët kanë ardhur në konkludim se filan ilaçi është sebeb për ta shëruar filan smundjen. A kemi drejt tash na me marr si sebeb këtë ilaç për të shëruar nga kjo smundje? Kemi drejt. Mirë, po kur themi këtë, e kemi për qëllim këtë mi konsideru vetëm si sebepe, nga se ne e dim se pastaj rezultati varet vetëm prej Allahut. Pra këtë i konsiderojmë si sebepe, ndërsa bindja e plot mbetet tek Allah subhanahu wa taala. E në qoftë se diçka nuk është sebeb për të arritur një rezultat i caktuar, atëherë konsiderimi i kësaj si sebeb konsiderohet shirku i vogël. Për shembull, në qoftë se dikush e man patkonin, ose atë syrin e kaltër, atë gurin e kaltër, për të pasur mbarësi në shtëpinë e tij, për t'i ruajtur nga të këqijat e mësyshit, atëherë ky ka rënë në shirk të vogël. Për çfarë arsye? Nga se ka bërë sebeb diçka çka nuk është sebeb. Po çka ka lidhje patkoni me ruajtjen nga të këqijat? Çka ka lidhje patkoni me mësyshin? Po çfarë lidhje kanë këta? Ke bërë sebeb diçka çka nuk është sebeb. Atëherë ke rënë në shirk të vogël, pra kjo konsiderohet shirk i vogël. Ose shembuj të tjerë. Për shembull, se shirku i vogël është shumë i përhapur në mesin tonë fatkeqësisht. Mu betu në dikant tjetër pos Allahut konsiderohet shirku i vogël. Pra, me thonë pasha fëmijët e mi, pasha tokë, pasha qiell, pasha bukur, këtë këto janë shirk i vogël. Me bë dikant të barabartë me Allahun, vetëm në shprehje, e kemi për qëllim, vetëm në shprehje. Për shembull, me thonë po mos t'ishte Allahu dhe mjeku, pra Allahu dhe mjeku e lidhe me lidhësën dhe, atëherë ke rënë në shirk të vogël. E ke bë këtë mëkat. E ne kur themi shirk i vogël, nuk e kemi për qëllim që është mëkat i vogël. Shirk i vogël në krahasim me shirkun e madh, nga se shirku i vogël konsiderohet gjuna shumë i madh. Aq i madh sa që dietarët kanë diskutuar se Allahu e fal shirkun e vogël në qoftë se personi vdes pa penduar prej tij. Pra, për gjuna të mëdha nuk kanë diskutuar. Në qoftë se njeriu bën imoralitet, në qoftë se njeriu pin alkool, edhe vdes pa penduar. Për këtë njerëz kanë thënë që kjo mbetet në dëshirën e Zotit.
edhe në rahmetin e tij, nëse dën Allah i dënon, nëse dën i fal. Ndërsa për shirkun e vogël, ka dietar që kanë thënë që Allahu nuk e fal. Patjetër ki mu dënu për ta, e pastaj kur të lash për ta, kur ta lan mëkatin e kësaj, pastaj ki mundësi me dalë prej zjarrit të xhenemit. Pra e kanë konsideruar shirkun e vogël më të madh se sa mëkatet e mëdha. Kur themi shirku i vogël, çështja shumë e rrezikshme. Për ta Tawus ibn Kaysan ka qenë një prej dietarëve nga selefi, ka qenë në udhtim me njërin prej nxënësve të tij. Dhe edhe kur ka ardhur nata janë ulë me pushu, edhe tash në atë momentin një shpend ka këndu. Dhe tash nxënësi i tij po thot hajri inshallah. Hajri inshallah fjalë goje që ka qenë i bindur se ka mundësi me ndodhë ndonjë e keqe. Tawus ibn Kaysan vetëm për këtë fjalë që ndëgjoi nga nxënësi i tij, tha çfarë hajri dhe sherri mundet me ardhur prej një zogu që këndon. Prej sodit tha, nuk je më nxënës jam. Për këtë fjalë të gojës që aludon në shirk të vogël, ajo që ka konsideru shirk të vogël nga se ai ka qenë nxënës i kalibrit të madh, mirë po vetëm pse ka shqiptu këtë fjalë goje, e ka përjashtu nga mexhliset dhe nga mësimet e tij. Nga se selefi kanë konsideru, e kanë ditë rrezikun e madh që ka shirku i vogël dhe nuk kanë bërë tolerime fare në ta. Prandaj, për ta shikuar se çfarë rreziku ka shirku, i marrin vetëm disa hadithe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë del tek shokët e tij dhe i sheh duke diskutuar. Dhe i pyet çka po diskutoni? Thanë që po diskutojmë rreth Dejxhalit. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar që Dejxhali konsiderohet sprova më e madhe për njerëzimin. Saqë të gjithë pejgamberët ja kanë tërheqë vërejtjen popullit të tyre për Dejxhalin dhe rrezikun e tij. E pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë moment po i thot se on tash do t'ju informoj për diçka që kam frikë për juve më shumë se sa Dejxhalli. Pra më kam frikë për juve më shumë se sa sprova e Dejxhallit. Për kan? Tha për shirkun e mshef. Për shirkun e mshef që është shirku i vogël. Kur njeriu, dhe e pruni një shembull, kur njeriu ngritet për të fal namazin, pra namazin e fal për Zotin, mirë po e zbukuron namazin për shkak se tjerët janë duke e pa. Pra kur e zgjat më shumë e fal më bukur, vetëm për ta lavdruar të tjerët, atëherë kjo konsiderohet shirku i vogël dhe për këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë që kanë frikë më shumë se sa Dejxhalli. Për këtë Abdullah ibn Mesudi ka thënë që të betohem në Allahun në rrejshëm është më e lehtë për mua se sa të betohem në dikë tjetër pos Allahut. Pra mu betu në Allahun në rrejshëm është mëkat i madh. Po Abdullah ibn Mesudi po thotë, mu betu në dikën tjetër pos Allahut, me thonë pasha fëmijë. Ama vërtetë të bëbi. Mirë po vetëm e ban dikën tjetër bi, jo Allahun, thotë kjo për mua është më e rëndë se sa mu betu në Allahun në rrejshëm. Paramendon se çish e kanë konsideru dietarët, sahabët shirkun e vogël. Prandaj shirku i vogël është i rëndë dhe nuk ban asësim mu tolerun ta. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam e pa njërin prej sahabive të tij që kishte vendosur një hallk në dorën e tij, një hallk nga bakuri. Dhe e pyeti pse e ke vendosur. Tha për shkak një smundje të caktuar që e kishte, që do të thotë e godiste krahun zakonisht. Tha për këtë arsye kam vendosur. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam largoje, nga se nëse vdes në këtë gjendje, asnjëherë nuk do të shpëtosh. Në qoftë se vdes në këtë gjendje duke mbajtur hallk për më të mbrojtur nga smundjet, pra çka ka lidhje hallka me smundjen? Pra ne thamë me bon sebeb diçka që nuk është sebeb, konsiderohet shirku i vogël. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, në qoftë se vdes në këtë gjendje nuk i më shpëtu asnjëherë. Pra aq shumë që e konsideronte të rrezikshme pejgamberi alayhi salatu wasallam shirkun e vogël. E këto pastaj dietarët edhe dhojnë sqarime pse ka thonë nuk i më shpëtu asnjëherë. E para, nga se njeriu shpesh herë ka mundësi për shembull me bë shirkun e vogël shirk të madh. Nga se njeriu ka mundësi prej shirkut të vogël me kalon shirkun e madh. Kur? Për shembull, nëse dikush e mban patkonin, po e marr shembull me diçka që është e përhapur mesin tonë, për t'i ruajt nga të këqijat. Edhe e pyet, pse po e mban këtë patkon? Thot, po shkak për më na mbrojt nga të këqijave vet, a patkonin të mbrona? Jo, veç sebeb, se Allahu na mbron prej të këqijave. Kjo ka bërë shirk të vogël. Po në qoftë se të mirën edhe të keqen ja dedikon patkonit, ose atë gjë që e merr për ta mbrojtur nga të këqijat,
atëherë ky në këtë rast ka bërë shirk të madh. Për shembull, nëse thotë po të koni mbron mua, po të koni do të thotë u jep mira, atëherë ky në këtë moment ka rënë në shirk të madh, edhe nëse falet ose nëse agjon, Allahu na ruaj. Prandaj shirku i vogël sidomos është i përhapur mesin ton shumë, prandaj duhet me pas vëmendje edhe më rujt prej tina, mos me bë tolerime edhe me mësu familjar ton rreth këtij shirku. Po i përmendim tash disa prej dallimeve mes shirkut të madh edhe shirkut të vogël. Nga se cili është dallimi mes shirkut të madh edhe shirkut të vogël? Janë disa dallime. E para, shirku i madh nxjerr nga feja. Nëse personi bën shirk të madh, del automatikisht nga feja. Nëse dikush bën shirk të vogël, shirku i vogël nuk e nxjerr njeriu nga feja. E dyta, kush bën shirk të madh, të gjitha veprat e tij i shkatërrohen. Nuk i mbetet më asnjë vepër para Zotit. Nëse dikush bën shirk të vogël, atëherë i shkatërrohet vetëm ajo vepra që ka bërë në ta shirk të vogël. Mirëpo veprat tjera i mbesin të plota. E treta, kush vdes duke bërë shirk të madh, në botën tjetër s'ka mëshirë për ta, s'ka falje për ta. Ndërsa kush bën shirk të vogël, shpresohet për ta për falje dhe mëshirë. Dhe e katërta, kush bën shirk të madh, përgjithmonë do të jetë në zjarmin e xhehenemit, ndërsa kush bën shirk të vogël, ka mundësi të futet në xhehenem, mirëpo pastaj vend qëndrimi i tij do të jetë xheneti. Pra këto ishin disa informacione rreth shirkut të vogël, ku e lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiroj. E lutem Allahun e Madhreshëm që këto fjalë që po i themi të na bëjnë dobi në këtë botë, por inshallah të na gjenden edhe në ditën kur do dalmi para Allah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.